Allahu xhaleshanu në Kur'an i përshkruan shumë grupe njerëzish. Në ato grupe përshkruan edhe një grupë të veçantë të cilën e quajnë Ibadur Rahman, robët e gjithëmëshirshmit, ose ndryshe thonë njerëzit e Zotit. Allahu përmend në atë pjesë Kur'anit disa cilësi dhe veti të veçanta të cilat i posedojnë këto njerëz. Thotë Allahu xhaleshanu në Kur'an: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Robët e Zotit, pra këto njerëz e Zotit janë ato të cilët ecin në tokë me modesti. Nuk janë në ndëllëj, nuk janë njerëz nga tërstarë, nuk janë njerëz të cilët ju banë kabah tjerëve. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Dhe kur njerëzit të cilët janë ignorant ju drejtohen dhe mundohen që me fjalë të kota të nënshmojnë, atëherë që ju thonë, وقالوا سلاما, pra ju përgjigjen paqja me ju. Ky ishte edhe shembulli i dërguarit tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte një ndër njerëzit më të pastër dhe më të dritur, por edhe nëse gjithmonë është akuzuar prej mekelive si magjistar, si gënjeshtar, e kështu me radhë, kur nuk është marrë me ta, kur nuk ka debatu me ta. Përgjigjet i ka qenë gjithmonë paqe. Pastaj vazhdon Allahu xhaleshanu dhe i përshkron edhe më shumë këto njerëz, kush janë këto njerëz. Dhe thot: "Alladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama." Ata janë të cilët nata i xën duke rënë në sejdë dhe duke qëndruar në qiyam, në namaz. Kjo është pikërisht e cilën ne bëjmë në muajin e Ramazanit, atë që na duke bëjmë edhe sonte. Pra duke qëndruar në namaz dhe duke rënë në sejdë. Dua ta dim se vendi ku adhurohet Allahu xhaleshanu janë vende të cilat ndriçojnë, shëndrisin. Ato shëndrisin për banorët e qiejve njësoj siç yjet shëndrisin dhe ndriçojnë për banorët e tokës. Për atë punë dua të përgëzoj imamin kësaj xhamie, këshillin e kësaj xhamie dhe por gjithë xhamatin që kanë marrë këtë iniciativë, se e kanë ndriçuar jo vetëm shkrythën, por e kanë ndriçuar gjithë anën e malit me këtë gjest. Pastaj Allahu xhaleshanu vazhdon dhe i përshkruan me tepër këtë grup dhe thot: "Alladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama." Ato të cilët kur japin nuk e teprojnë, por edhe nuk janë dorë shtrënguar, por janë mesatar me saj. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na thot që ai njeri i cili jep saqë dora të djathta ose po e majt, ai do të jetë në arshin në hinë arshit të Zotit ditën e gjykimit. Kjo do thotë që ne kur e japim nuk e përmendim para njerëzve, nuk kemi nevojë që na bëjnë njerëzit. Dhe kur e japim ne e fshim nga memoria që nga ja. Pse? Se atë kemi japë për hir të Zotit dhe shpërblimin për të do e gjemë tek Allahu xhaleshanu. Pastaj الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يزنون. Thot Allahu xhaleshanu, janë ato të cilët nuk adhurojnë kënd tjetër posa Allahut, dhe që nuk vrasin dhe nuk janë prej të jo moralshëm. Pra, i largohen jo moralitetit, i largohen zinas e kështu me radhë. Illa alladhina tabu, përveç atyre të cilët pendohen. فيبدل الله من سيئاتهم حسنات. Ato të cilët kthehen Allahut me sinqeritet. Allahu xhaleshanu gjenahet të meta që i kanë bërë, nëse pendohen sinqerisht dhe kthehen Zotit sinqerisht, Allahu xhaleshanu do të qija, jo që vetëm i falë dhe i mbulon, por edhe i kthen në punë të mira. Dhe kjo është edhe ajo të cilën ne kërkojmë këtë muaj në Ramazanit, kërkojmë mëshirën e Allahu xhaleshanu, kërkojmë faljen, amnistinë e Allahu xhaleshanu, kërkojmë të mirat dhe begatit e Allahu xhaleshanu. Për mos të zgjatëm më shumë, lutem Allahu xhaleshanu që ky muaj të jetë një muaj i bereqetshëm për gjithë ne. Lutem Allahu xhaleshanu që të na i falë mëkatet, që ta mëshiroj dhe që të na bëjë banorëve të xhenetit. Selam.